Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 30, data 30 maj 2026. Ndodhemi një ditë para përfundimit të këtij muaji, që mund quhet dhe muaji i begat në gjërat e ndryshme që kemi pasur, në gjërat të mëdha që kemi nisur, por këto gjëra që janë nisur në favorizimin e mirë dhe të gjërave që do të kemi tani e tutje, është e koha më e mirë e mundshme për mbyllur çështje të mëdha, sidomos në lidhje me çështjet e kreditimit, në lidhje me problematikat ekonomike, në lidhje me disa çështje të rëndësishme, por vjen koha dhe momenti për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet e financave, kurse në lidhje me anën e dashurisë, edhe pse disa problematika të vogla që keni pasur ose disa çështje të mëdha duket se janë shumë të vogla tani për të mbyllur në anën tuaj. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, të ditës së parafundit të muajit maj, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje, atë ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe më pas shkoni tek sekretaria dhe dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni mesazh për të marrë një përgjigje. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni, më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Tani fillojmë pa humbur kohë me 12 shenjat zodiakale. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrit dhe të mundësive dhe të ndikimeve të mëdha që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit, e duket se kjo periudhë është një nga periudhat më me ndikim dhe favorizime të mëdha që keni tani e tutje. Është momenti dhe koha që juve të nisni diçka të re. Është koha që juve të filloni të reagoni mbi atë që keni, sepse një nga punët më të rëndësishme që është ekonomia, dhe kjo do thotë një burim të ardhrash të dyta, e keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, janë lidhjet afatgjatë që janë me dash të 10 diçit të parë dhe me ujor të 10 diçit të tretë. Bini pas sepse është një nga mundësitë më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, një shenjë toke me zhvillime dhe ndryshime të mëdha, që do thotë është shenja e demit. Por juve të kësaj shenje, me qenë se një nga mundësitë dhe koha e duhur për nisma të reja dhe mbyllje të çështjeve të vjetra, e keni mundësi me këtë të shenjës së demit, sepse është një periudhë, është një kohë mjaft e mirë dhe mjaft pozitive. Momenti do që juve, pa çka se me problemet ose gjërat që keni pasur më përpara, duke se tani është momenti juaj më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe gjërat konkrete. Çështjet afatgjatë për ekonominë dhe për punën i keni në dorë juve. Prandaj bini pas sepse një lajm shumë i mirë që merrni tani është për favorin e punës suaj. Lidhje me dashurinë, një ndarje që keni pasur para disa muajve, nëse të flasim para 3 muajve, duket se e zgjidhni pikërisht tani. Lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me shigjetar të 10 diçit parë e keni mundësinë. Vijojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë ajri tani, tek një shenjë që është mjaft stabilizuese dhe konkrete në gjëra të mëdha. Që kjo do të thotë shenja e binjakëve. Meqense binjakët duket se tani për tani kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat që juve dëshironi, gjëra që keni të bëni me anën ekonomike, keni të bëni me një takim shumë të rëndësishëm. Dhe ky është një nga takimet që më me zë do thosha, për sa përket punës suaj dhe karrierës. Është karriera, është ajo çka doni dhe çka keni dhe mund ta realizoni shumë herë më pozitive dhe mundësitë më të artë që keni tani tutje. Është koha dhe periudha shumë e ndikuar në favorin tuaj. Prandaj mos u shqetësoni fare, për sa përket gjërave dhe mundësive të mira që do të keni tani tutje, është koha juaj. Është mundësia dhe momenti i duhur në gjëra të mëdha. Por, duke pasur parasysh disa çështje madhore që juve keni pasur dhe një problem para disa kohëve, juve e zgjidhni sepse gjithmonë binjakët janë një hap para për gjëra që ta bëjnë. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar mbi
ndryshime të mëdha që do të keni edhe periudha që do të thotë ndryshime, do të thotë kuptime për jetën e një të ardhme të afërt. Për sa përket gjërave që janë në favor, për sa përket dashurisë, për sa përket një çështje, një ndarje keni pasur para disa kohëve dhe jeni mërzitur për një mënyrë apo tjetrën. Tani erdhi koha e vendimeve të mëdha. Pini pas se është një moment shumë pozitiv. Në çështjet që lidhet me ekonominë, e keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në gjëra të mëdha që keni. Vijojmë te një shenjë tjetër tani dhe shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, një shenjë ndikimi, favorizimi, mundësie që do të thotë gaforja. Për sa përket gaforet duket se tani e tutje keni disa mundësi, ajo që është më e arta, më e mira, do të thotë puna dhe një punë e dytë është e mundur të ndodhi. Bini pas se ka për t'ia vlejtur dhe mundësitë janë të arta në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me bricjap të dhjetëqit parë, me peshk të dhjetëqit të tretë, jeni gati të përgjigjeni çdo lloj kërkese dhe çdo lloj ndikimi, favorizimi, mundësie që do të keni tani atutje, kur është momenti dhe koha e duhur. Stabilizimi i jetës suaj, por ju që nuk keni një njohje ose një lidhje stabil, është momenti tani për të parë që çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Vijojmë tek shenja e radhës, të shkojmë tek një shenjë shumë favorizuese dhe mundësi të arta që do të thotë luani. Për luanët, meqense luanët tani për tani, sado që ata pretendojnë dhe mund të thonë shumë gjëra në një farë mënyre, por për juve është koha e stabilizimit ekonomik, financiar. Kurse në anën tjetër, kemi të bëjmë me një dashuri të munguar dhe një problem që keni pasur para disa kohëve, që ky do të thotë ndikimi dhe lidhja që keni pasur ka qenë me peshorët e dhjetëqit parë apo me dash, pa ne bini pas, sepse ka për t'ia vlejtur. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe me këmbë në tokë, është shenjë toke, që do të thotë virgjëresha. Përgatituni virgjëresha të dashura për planet që keni afatgjatë. Ëndra juaj bëhet realitet, mundësi të arta që keni tani tutje. Koha dhe vazhdimësia është ndikimi më i madh dhe më i mirë i që ndonjëherë për të zhvilluar, ndryshuar gjërat e juaja. Keni një mundësi shumë të mirë tani sepse stabilizimi financiar ekonomik, momenti dhe koha është në favorin tuaj. Dhe kjo bën që ju jeni mjaft i koshient me ato që ka bëni, puna domethënë, por në anën tjetër edhe dashuria. Dashuria duket se zë vend tani atutje për një njohje ktheheni dhe serioze, një debat që keni pasur me gafore kthehet në seriozitet dhe shkoni në altar. Është momenti juaj dhe koha më e mirë e mundshme. Vazhdimësia duket pozitive dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek peshorja. Meqense peshorët duket se janë shumë të urtë, shumë punëtor dhe shumë të drejtë, por momenti që do tani tutje, është koha më korrekte dhe më pozitivja e që ndonjëherë bëjnë ndryshimet, takimet, rregullimet dhe ndryshimi i punës dhe i karrierës, i favorizimeve të mëdha që keni tani tutje. Në çështje që lidhen për ju keni në diasporë, me një dokument që do merrni tani tutje, duke filluar në ditën e sotme, tutje prisni gjëra të mëdha. Është momenti dhe koha e duhur. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e dhjetëqit parë, me ujorët e dhjetëqit tretë, kanë ndikime favorite. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë uji, tek një shenjë ndikimi dhe favorizimi, që do thotë akrepi. Por akrepët në fakt mund të flasë gjatë gjithë ditës, në fakt, por akrepët meqense kanë pasur disa probleme të mëdha në fushën e tyre, në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime, por në ndryshime më tepër sepse kanë mundësinë tani shumë të madhe për të arritur qëllimit ekonomik.
por akrepët në anën tjetër janë shumë të ndikuar dhe pozitiv për marrjen e vendimeve të rëndësishme në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me anën më pozitive që kanë bëjnë akrepët. Akrepët e kanë me gaforre, me shenjë uji, e kanë me ndikim që kanë përballë, kanë demin, është momenti më i mirë i mundshëm, nëse kanë pasur debate, probleme mund t'i zgjidhin. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese, që kjo do të thotë një shenjë mjaft e mirë, që është shenja e kuptimit të jetës dhe e vazhdimësisë, që do të thotë shigjetari. Për shigjetarët kanë disa mundësi tani, atë mundësinë e mirë që kanë pasur dikur ose e kanë dhe tani, sepse do të fillojnë të ndryshojnë punën e tyre, të ndryshojnë gjërat e mëdha në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin, lidhje me kuptimin e madh të gjërave të punës e të karrierës, por një ndryshim shumë i madh është tani për favorizimin dhe ndryshimin e punës e të ndryshimeve të ekonomike, financiare dhe biznese në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit të parë, me ujorët dhe diçit të tretë, por mos harroni se është vetjeta me peshk të diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë mjaft ndikuese, tek një shenjë toke, që do të thotë britsjapi. Për britsjapën, jo se do ta them unë, por britsjapët janë një shkallë më lart mbi gjërat që ata kanë, mbi punën, mbi karrierën, mbi ndryshimet e mëdha që keni tani. Nuk është diçka problematike, nuk është diçka që mund të themi hajde se dal ku të dali për shembull, por është ajo që ju e keni, është ajo që e përcaktoni. Përcaktimet janë ata që janë ndryshimin e madh që vijnë mbi gjërat të mëdha ekonomike, mbi çështjet e financave, të biznesit, të karrierës, të ndryshimeve të mëdha që do vinë tani tutje. Janë në kohën e duhur, momentin e duhur, gjithmonë zgjidhni çështje problematike. Megjithatë, edhe pse me ca probleme të vogla, por janë probleme të mbartura nga e kaluara. Dhe këto do të mbyllen një herë mirë për sa i përket të punës suaj, për sa i përket karrierës dhe jo vetëm. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me gaforet e diçit parë, ka të bëjnë me peshorët e diçit tretë, e keni mundësinë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë shumë ndikuese dhe ëndrimtare për që në realitet, jo vetëm ndërrojnë, por ëndrën që ata kanë, një ëndër të madhe në shpirtin e tyre, që e bëjnë realitet tani e tutje, sepse mbyllin problematikat e së shkuarës, kjo shenjë ajri, kaq e dashur dhe kaq e drejt për së drejti që janë ujorët. Ujori sado që nënvërkoset për gjërat vogla, nënvërkoset për gjëra që kanë pasur disa e keq kuptime më përpara, disa gjëra që ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, por nuk do të thoshe se ka diçka shqetësuese në këtë aspekt, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për arsye të punës, për të karrierës, me karrierën sidomos ka diçka shumë të madhe tani tutje, dhe është një nga mundësitë më të arta që keni dhe periudha më e mirë që do jetë ndonjëherë. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë, është mjaft pozitive. Gjithashtu ka një ndikim shumë të mirë, sepse edhe në momente që keni juve në lidhje me një takim pune që keni pasur para disa kohëve dhe nuk është realizuar, por realizohet tani tutje. Prandaj nuk është mirë të refuzoni gjërat, por është mirë të rregulloni, të stabilizoni për gjërat që keni dhe mundësitë e mira që do të keni tani tutje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ndikimit madh dhe shenja e ndryshimit total në jetën në përditshmëri, por dhe një surprizë shumë e mirë në familje, që këta janë peshqit. Po surprizat në fushën e punës nuk kanë të mbaruar tani tutje, sepse mos harrojmë se po përgatitemi për në muajin qershor, por jemi një ditë para mbylljes së ndikimeve të mëdha, para një mundësie të ardhshme që kemi pasur dhe kemi tani tutje, dhe keni të gjitha mundësitë për përzgjedhjen e duhur në çështje të mëdha financiare, në biznes, në karrierë, në ndryshimet e tjera, sepse të tjerët ndryshe flasin, ndryshe gjykojnë, ndryshe vendosin, por ju jeni standard, por juve jeni me këmbë tokë, nuk fluturoni në ajër, jo çdo gjë që është e bukur apo jo çdo gjë që ka shije është e ngrënshme, por juve e dini shumë mirë, keni mundësi zgjedhjeje, keni mundësi për gjithçka, juve kërkoni e merrni në kohë. Dhe kjo është një armë e fuqishme juveje që keni. Peshqit nga njëra anë
kanë një mundësi shumë të mirë për zgjidhjen e një problemi ekonomik, do ta keni mundësinë tani tutje, edhe një punë të artë që keni tani, është momenti juaj. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore. Çështja e dashurisë duket se me peshk, peshk dashër, peshk vjegjëresh, peshk ujor është kohë mjaft pozitive. Këto që pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite, kaq të rëndësishme dhe kaq ndikuese të datës 30 maj 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkim të detajuar, atëherë kemi te faqen që lexon www.astrologu.al dhe aty pastaj nëse jeni të interesuar për bashkim të detajuar, shkoni tek sekretaria dhe aty pastaj mund të dërgoni mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje në WhatsApp apo në Viber për të folur për të lënë një takim apo diçka tjetër. Në çështet që juve doni të në kohën që ne jemi live, jemi drejt për së drejti, doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas përgatitni mesazhin, dërgojeni dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Europulla, ju uroj një ditë të mbarë në çdo aspekt të jetës suaj. Nga unë Europulla, gjithë mirat.